e një panel të jashtëzakonshëm. Do diskutojmë një gjë. Rikthimin e bastave që s'u mbyllën kurrë. Po. Rikthimi. Unë se kuptoj tani. Unë se kuptoj si vjen rënd këtyre, më rënd. Do t'i vi rënd. Rënd si vjen. Gjevdet Zeka i madh rikthehet në studion Bardazi, një mik i dashur dhe i lashtë i studios ton. Gjevdeti ka qenë pro mbylljes, ë? Nuk e di. Jo numri divorceve, jo etj, është familjar ai, e di unë. E thot vet? Unë e di, po, ti je familjar. Po, jo, s'është e vërtet. Unë me duket jam nga kuçi, po. Gjithë bota i duan, si bëj kundra. Ergi Sefa, ekonomisti më i mirë që ka studio Bardazi. Sidomos kur e di se si tënohet ekonomia familjare. Kur nuk është Eduard Gjokutaj, më i mirë është Ergisi. Po. Do vëm vend dy direkt. Kurse ai e i pari. Paulini natyrisht ndjek urdhrin e Zotit dhe Zoti thotë që nuk dua të luajmë bigjos, nuk duhet luajmë bigjos, është mëkat. Paulin Vilajeti ka lënë të gjitha sot vetëm për këtë temë se e ka gjëm në zëmër. Dhe Artan Shyti, profesor, pedagog, profesori i asociuar, profesori i stër asociuar, personi që i di më mirë në Republikën e Shqipërisë. Unë kur t'jem kryeministër, direkt ministër sporti tanin, edhe gjithë sporti do jetë kështu, shkëlqim. Të pas kemi shpresa që mos ndodhi. Do shkoj qeveria një shkëlqim, se ishte kryeministër, pastaj sporti më mua. Merë sportin dhe unë s'ndryj fare. Okej. Se morën qaf se ti Këto që u kthyen që s'u mbyllën kurrë. Ti si ishe në nisje? S'kam qenë që mbyllesin që atëherë, kam dalë nga... Po s'u mbyllën ato? Po se ja u thamë që s'do mbyllën, se s'u mbyllur në vënde më... Po që thot ky? Jo i hapëm, jo, po lejohet, jo... Si puna TikToku më duken këto baset sportive. Jo po e mbyllin, jo po bën këtë VPN-n, jo po s'u mbyll TikToku, jo po... Kështu histori koti. Pse tallen me ne këtë, ë? Shkel urdhën e qeverisë, se përdor... Unë e kam shkel. E kam shkel edhe se më shkeli. E kupton? S'kep se më shkel. Qa histori ishte kjo? Po i mbyllin, po i lëm të hapura nga telefoni, ose po i mbyllin, po i lëm të hapura në disa vënde. E tani Do të them, më lërë të them vetëm të fjali. Gjëja më serioze e 2-3 viteve të fundit, nga policia e shtetit ka qenë arrestimi i të gjithë atyre që bënin bazë të fshehurazin për lokale, në për kështu. Disa tjere që... Unë po të them, arrestimi spaçatorve, dhe i këtyre bastatorve, ka qenë gjë më serioze që ka bërë policia. Qatë bën ato? I nëzorën nga burgu? 1-2 aresto, ato të shkretët një 4-5 vetë që mbireshin atje. Tani që doli ligji, doli nga burgu këto, po janë burg akoma? Po basi në Rama, se bush, pasaj thota liroj. Po, se u lejuan. Po. Se di, atani me të drejt ka thënë që nuk duen hequr. Si e pranoni këtë talli njërë, se kuptoj fare? Pse më shikon ashtu? Jo, unë po të shuf sepse unë nuk mendoj që mëkati ndalohet me ligj. Po ti që nge me tanin? Jo, unë jam me Zotin, por duhet të them që... Edhe tani me Zotin është? Mendoj që shteti duhet bëja të lloj politikash... Që? Që nëpërmjet... Me ndaloj më vlla. Jo, nëpërmjet tyre njerëzit të kenë mundësi që të kuptojnë sa e rrezikshme është të luash bigjoz. Tani. Po të ndaloj mëkati me ligj, do kishte mbajtur për fe, nxjerrë ligje dhe s'kishte mbajtur për fe, pastaj do. Feja është ajo që e lufton ose që përpiqet ta mposhti mëkati, po me metodat e veta. Spirituale. Jo, me edukim, me bindje, me ndërgjegjësim, gjë që është kërkuar dhe kërkohet në çdo luftë ndaj veseve. Shoqëria njerëzore shkon përpara duke u munduar ti minimizoj veset me format që... Po që akoma bëni teori tani? Ore, po teori po bëni fare. Po teori fare. Po të ashtë bëni teori tani, për ata që në ndjekjen. Po jo më liroj shtrëngoje. Jo, po e kam shtrënguar, po e kam liruar për disa. Po qa është kjo tani? Jo, liroj o shtrëngoje? Kam dalë në atë kohë që po i mbylleshin, kam dalë mëngjes drejt darkë në televizor dhe thosha nuk i mbyllni dot. Si mbylli dot ai? Do më thonë të doli fjala, bravo.